Temat e zgjedhura për mbrojtjen e temës së diplomës janë nga më të ndryshmet. Studentët kanë punuar me përkushtim duke përmbledhur punën e tyre gjatë 3 viteve. Kemi tani një studente tjetër, si quheni? Përshëndetje, unë quhem Daniela Sema. Daniela, cila është e tema që kishit zgjedhur për ta mbrojtur sot? Atëherë, tema ime është bonut e thesarit. Ku konsiston? Konsiston në investimin që bëjnë klientët në bonus thesari. E pse kishit zgjedhur këtë temë? Atëherë, ambicia më e madhe për një ekonomist është të fitojë sa më shumë. Dhe në bonus thesarit çdo individ, çdo klient fiton një interes maksimal, më shumë se në çdo investim tjetër. Dhe risku që përmbajnë bonut e thesarit është 0, sepse emetohet nga qeveria dhe nuk ka asnjë mundësi falimenti. Ishit përgatitur mirë, besoj, keni dalë shkëlqyeshëm. Mendoj se po. Nga jeni vet? Nga Lushnjë. Do të punoni atje? Shpresoj, deri sot nuk e di sepse nuk jetoj aty. Nuk e di, në një të ardhme, besoj se do kthehem në vendlindje. Mirë, ju urojmë suksese. Po diçka mbi konkluzionet e temës? Atëherë, konkluzionet janë thjesht mendime që unë kam pasur mbi këtë temë. Se çfarë mendoj unë që mund të ndryshojnë bonot e thesarit, pra interesi tyre, e qeveria çfarë duhet të hapë përsëri, gjëra që kanë qenë të shkuar dhe me kalimin e viteve dhe janë mbyllur. Dhe personalisht mendoj se edhe unë duhet jem një nga ato klientë që të investoj disi në bonot e thesarit. Pse jo? Kjo është aspirata ime përderisa kam zgjedhur këtë temë. Ju realizov dëshira me sukses. Faleminderit. Faleminderit juve.